Hello, I'm from Albania, coming from Expert Systems and for the second year in the row. Kompania Information Business Solution, e dyshuar më herët si e përfshirë në një operacion pastrami parash në vlerë 11 milion euro, është përjashtuar për një vit nga tenderat publik, pasi rezulton se ka paraqitur të dhëna të rreme në një procedurë prokurimi me vlerë rreth 50.000 euro. Agjencia e Prokurimit Publik, APP, ka vendosur në 2 mars të 2026 që shoqëria IBS e Darin Gezdarit nuk duhet t'u afrohet tenderave për 12 muaj. APP thot se Information Business Solution ka paraqitur të dhëna të rreme me qëllim kualifikimin dhe fitimin e tenderit upgrade i pajisjeve të inxhinierimit për sistemin telefonik HQ me fond limit 5.853.000 lekë të reja pa TFSH, të zhvilluar nga operatori i sistemit të transmetimit OST. Hetimi administrativ ndaj kompanisë së Gezdarit ka nisur pas një ankese të OST-s. Në përfundim të procedimit administrativ të nisur, u arrit në konkluzionin se ndodheshim në kushtet e nenit 78.1a të LPP, ku parashikohet se Agjencia e Prokurimit Publik përjashton një operator ekonomik nga e drejta për të fituar kontrata publike për një periudhë nga 3 muaj deri në 3 vjet për keq informim dhe dorëzim të dokumentave që përmbajnë të dhëna të rreme për qëllime kualifikimi. Thuhet në vendimin numër 10 datë 2 mars 2026. Pas konstatimit të shkeljeve, Agjencia e Prokurimit Publik ka vendosur të përjashtojë për 12 muaj operatorin ekonomik Information Business System IBS SHPK. Në 20 dhjetor 2024, Prokuroria e Tiranës njoftoi arrestimin e 2 personave, Darin Gezdari dhe Arlinda Marku, të cilët dyshohen se nëpërmjet mashtrimit transferuan 11 milion euro nga kompanitë Guask jashtë vendit në Shqipëri. Nga referimet e Drejtorisë së Hetimit Tatimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe në bashkëpunim me seksionin e hetimit të pastrimit të parave pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë dhe Agjencisë së Inteligjencës Financiare, këta 2 persona u ndaluan pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë organizuar një skem kriminale për transferimin e parave nëpërmjet transaksioneve bankare duke përdorur kompani Guask në shtetet e parajsave fiskale si Qipro, Gibraltar, Malt. Sipas hetimeve, këto para dyshohet se transferoheshin në shtetin shqiptar në shoqëri të krijuara në mënyrë fiktive dhe më pas transferoheshin në shtetin kanadez. I gjithë ky aktivitet i dyshuar kriminal është kryer në funksion të pastrimit të produktit të veprës penale.